I nderuar Edi, do ishte mirë të shpalleshe mbret. Kur më thanë për këtë letër, mendova se nuk ishte vërtet. Kjo është letra e publikuar nga Edi Rama, ku një nga arkitektët që ka përfituar nga pushteti i Edi Ramës i shkruan tekstualisht: I nderuar Edi, nuk është e lehtë për mua të them këtë, por ne kemi përfituar aq shumë nga pushteti yt, sa do ishte mirë që mos të kishte më zgjedhje fare. Që ti të shpalleshe presidenti përjetshëm dhe pse jo të shpalleshe mbret. Kjo letër është publikuar nga vetë Edi Rama, një nga përfituesit e tij më të mëdhenj, një nga përfituesit e sistemit korruptiv të Edi Ramës, i shkruan publikisht Edi Ramës që nuk kemi më nevojë për zgjedhje dhe Edi Rama këtë letër që merr e publikon vetë. Dhe pse e bën këtë? Pse duan këta që Edi Rama mos të largohet? Pse kanë frikë këta nga zgjedhjet në Shqipëri? Sepse zgjedhjet rrezikojnë sistemin e tyre korruptiv dhe i thonë, me që jemi në Shqipëri, me që shqiptarët nuk reagojnë, me që aty nuk ka demokraci, e di çka ke ti? Mos bëj fare zgjedhje, shpallu mbret. Shpallu mbret, i thonë Edi Ramës, që ata të vazhdojnë të vjedhin shqiptarët. Shpallu mbret që ta ndajnë Shqipërinë me njëri tjetrin dhe mos kenë probleme. Prandaj nuk duan më zgjedhje. Kjo tregon qartë që Edi Rama duhet të largohet sa më shpejt, sepse e konsideron Shqipërinë pron private dhe do të vazhdoj ta ndaj me arkitektët, me oligarkët, me ndërtuesit. Prandaj qytetarët kanë dalë në bulevard dhe duan largimin e Edi Ramës sa më shpejt, sepse vjedhja nuk mund të vazhdojë dhe nuk duhet të vazhdojë.